Si e pranuan turqit islamin, andikuan ata në përhapjen e islamit në Ballkan. Turqit e vjetër adhuronin elementet e natyrës dhe besonin se ishin krijuar nga Perëndia i qiellit. Ata e quajtën këtë krijues Tangri dhe i ofronin sakrifica të kafshëve. Gjatë historisë dhe migrimit të tyre, popujt turq u përballën me disa besime të tjera. Betejë e Talas në vitin 751 ishte një pikë kryesore në përhapjen e islamit në mesin e turqëve. Dy perandori të mëdha po përhapeshin në të gjithë Azinë nga drejtime të kundërta. Nga lindja, Kina e Tangut ishte perandoria më e madhe në Azinë lindore, që nga rrëzimi i dinastisë Han në shekullin e 3, nga perëndimi kalifati i Abasidit, sapo kishte marrë pushtetin nga Umayyadët dhe ishte në zgjerim në lindjen e mesme, Afrikën Veriore dhe Azinë Qendrore. Ushtritë e këtyre dy perandorive u përplasën. Pas 5 ditësh betejë, kinezët u mundën në rënd për shkak të dezertimit të mercenarëve turq të Karlukit në favor të Abasidëve. Dhe brenda 5 vjetësh forcat e Tangut u tërhoqën pothuajse tërësisht nga rajoni. Kjo ishte një ngjarje e rëndësishme në historinë turke, pas të cilës Islami nisi të përhapet në mesin e popullit turk dhe me kalimin e kohës pothuajse gjithë rajoni turk pranoi Islamin. Nga turqit pati përfitime politike dhe ekonomike të qarta në konvertimin në Islam. Është e vërtetë që si musliman ata u nënshtruan të gjithë nën urdhrat e kalifatit dhe në këtë kuptim humbën pavarësinë e tyre. Por alternativa e vetme ishte lufta. Duke zgjeruar këtë opsion, fiset turke dhe konfederata tribale me organizim të lirë do të ishin detyruar të hynë në një seri të pafundme betejash me një ushtri kalife shumë më të organizuar, më të fuqishme në aspektin ushtarak dhe më favorite. Për më tepër, antarët e forcave muslimane besonin në misionin e tyre për të përhapur vetëm besimin e vërtet, çka e forcoi shumë moralin e tyre. Kur u konvertuan në Islam, ata u bën pjesa e forcave muslimane përparuese, u bën sundues në vend të sunduar. Ata ndanin të njëjtin nder dhe përfitime ekonomike që vinin nga pjesëmarrja në sundimet e vazhdueshme muslimane. Ka arsye pse popujt turq u drejtoheshin Islamit. 1. Arsyeja fetare, shumica e turqëve i përkisnin tangizmit, që ishin një farë mënyre të afërt me ato në Islam. Ata besonin në ekzistencën e një zoti krijues të vetëm, në ekzistencën e një figure, Satani, në jetën pas vdekjes, në pavdekshmërinë e shpirtit dhe në parajsën dhe ferrin. Veprimet gabuara si imoraliteti, vjedhja, tortura, vrasja dhe gënjeshtra gjithashtu ishin të ndaluara. Sakrifikimi i kafshëve, përulja dhe poligamia ishin të zakonshme midis popujve turq dhe në fund, koncepti i luftimit në Islam përkohej me karakteristikat luftarake të kulturave turke. 2. Arsyeja ekonomike. Pas pushtimit të Turkistait, u krijua marrëdhënie ekonomike midis popullsisë lokale dhe muslimanëve. Marrëdhëniet intime midis tyre krijuan një mundësi për popullin turk për të njohur më mirë religionin, dhe prandaj Islami fillimisht filloi të përhapet midis tregtarëve në qytete. Popujt turq që jetojnë në veri dhe në lindje filluan të adoptojnë religionin e bashkëpopullarëve të tyre, të cilët flisnin të njëjtën gjuhë dhe bënin tregti. 3. Arsyeja sociale. Sinqeriteti i muslimanëve në tregti dhe rëndësia që i dhan drejtësisë dhe etikës ndikuan pozitivisht në popullin turk. Ata kuptuan se etika sociale e tregtarëve musliman që vinin për të bërë biznes me ta ishte rezultati i besimit. Për shembull, stilin e tyre të matjes së materialit, duke e lënë të lirë kur shitnin, por të ngushtë kur blenin, e hipnotizoi popullin. Ata filluan të pyesnin nëse muslimanët ishin njerëz apo ëngjëj. 4. Arsyeja ushtarake dhe politike. Umayyadët edhe Abasidët bazuan ushtritë e tyre në stilin turk dhe rekrutuan burra turq dhe vendosën qytete garnizone, siç ishte Samara për këta trupa turke. Me aftësinë e tyre të lartë për të luftuar, populli turk u promovua në gradat e larta në ushtri. Ata gjithashtu u caktuan në pozita që lidhen me qeverisjen e shtetit. Prandaj ushtria dhe shërbimet administrative u kryen më së shumti nga këta njerëz turk, që rezultoi në komunitete turke që ndjehen më pranë Islamit. Princat turq të parë që u konvertuan në Islam ishin princat e qyteteve që ndodheshin në Sana. Princi Tarhan Nizak, i cili u bë musliman në vitet 704, ruajti Fronin dhe mori pjesë në fushatën e Kutejbes. Fisi i bullgarëve që jetonte pranë lumit vulgar pranoi Islamin në të njëjtën periudhë. Udhëheqësit e tyre u bën muslimanë dhe ndryshuan emrin e tyre në Xhafar. Xhafari ishte edhe emri i kalifës sa asaj kohe, Abasid. Këta bullgar mund të jenë paraardhësit e tatarëve të sotëm të Kazanit ose Vulgarit. Sultan Satuk
Bukrahan, sunduesi i Karakahanit, ishte sultani turk i parë musliman që fitoi famë, megjithëse nuk ishte sultani turk i parë musliman. Ai ishte sultani turk i parë musliman me titullin Khan. Takimi i tij me Islamin ndodhi para moshës 25 vjeç, ndërsa ai ende ishte guvernator. Marrëdhëniet e tij me tregtarët muslimanë ndikuan atë në etikën sociale. Është thënë se ai pa profetin Muhammed në ëndër dhe ai tha: "Mos e shkova për të bërë musliman." Pas kësaj ëndre, ai menjëherë pranoi Islamin dhe mori emrin Abdul Kerim, duke u bërë Khan në vitin 924. Pranimi i tij në Islam rezultoi në mira komunitete nomade që pranuan Islamin si besimin e tyre të ri. Doktrinat Hanefi të rrjedhura nga Abasidët ishin veçanërisht të përshtatshme për shoqërinë turke për shkak të shumë arsyeve. Ndër popull ata kanë pranuar pikpamjet Hanefi sepse ato reflektonin disa karakteristika të shoqërisë tradicionale turke. Përfitimet nga pushimi i përhershëm për pushtim në kufi solli përfitime të shumta për shtetin. Sundimet sollën tokat bujqësore të reja nën kontrollin e shtetit. Këto ishin të rëndësishme për të mbështetur popullsinë e rritur edhe mund të shpërndaheshin ndër udhëheqësit gazi për shpërblimin e tyre, duke ofruar kështu stimul për pushtime të mëtejshme. Taksat e paguara nga popullsia nën-juguar e territoreve të reja rritën të ardhurat e shtetit, që i mundsoi sunduesit të forconin kontrollin e tyre në mbretërinë e tyre. Kontrolli i segmenteve të mëdha të rrugëve tregtare lindje perëndim, që kalonin nëpër Anadol për në perandorinë bizantine dhe Mesdheun, kishte një efekt të dobishëm në tregtinë dhe qendrat tregtare të gjalla që shfaqeshin në qytete si Konya, kryeqyteti i Selgjukëve, Bursa, Ankara dhe Kajser. Vetëm gjatë epokës së vonshme, Selgjukët siguruan një vend për veten në administratën e shtetit. Kalifati i Abasidëve u shkatërrua praktikisht nga sulmi mongol. Fiset mongole u bashkuan edhe u ngritën në udhëheqjen e Xhengis Khanit. Më pas ata filluan të sulmonin edhe të kapnin në zona rreth Mongolisë. Më pas ata pushtuan Kinën, Azinë Qendrore dhe Evropën Lindore. Mongolët filluan invazionin e tyre kundër Abasodëve në vitin 1236, por shumica e përpjekjeve të tyre dështuan përballë ushtrisë së fortë të kalifatit. Pushtimi final i mongolëve nisi në vitin 1257, kur disa mbretëri të krishtera po ndihmonin mongolët. Pas kapjes së zonave të afërta nga grupe të ndryshme, mongolët arritën në Bagdad në vitin 1258. Kalifi fisnik i fundit Abasid ishte shumë i friksuar për të luftuar kundër pushtuesve dhe ju dorëzua mongolëve pas një rrethimi të suksesshëm. Më vonë mongolët vran kalifin Mustasim dhe shfrytzuan dhe shkatëruan kryeqytetin Bagdadin, që shënoi fundin e kalifatit Abasid. Kalifati musliman nisi rrugën e rënies politike, u bë i dobët ushtarakisht dhe nuk ishte më në gjendje të mbrojtë tokat e Islamit nga pushtuesit të papërmyshëm si mongolët. Prandaj, Zoti, gjithmonë i mençur dhe i mëshirshëm, mori betejat nga duart e arabëve dhe caktoi një popull tjetër, turqit, si pishtarët e traditave muslimane dhe shpëtimtarë të Islamit. Turqit vazhduan për të rikthyer bashkësinë e muslimanëve, për të ringjallur fuqinë e Islamit dhe për të rikthyer shtetit musliman nderin dhe lavdinë e humbur. Kur turqit morën udhëheqjen, ata ndryshuan formën dhe funksionin e qeverisë, ashtu siç ishte njohur në ditët e kalifatit. Ata forcuan pushtetin politik të qeverisë dhe shteti u bë më i qëndrueshëm. Dinastit nuk vinin dhe shkonin brenda një shekulli, siç kishte ndodhur shpesh më parë. Një qeverisje e qëndërsuar e fortë u bë veçoria dalluese e sultanit Osman. Fuqia e shtetit bazuar në institucionet e mirë të organizuara ishin shumë më të përcaktuara se ato të kalifatit të mëparshëm. Klasa sociale dalluese u shfaq. Ushtria, burokracia, burrat e besimit edhe drejtësia kishin të gjitha pushtetet dhe funksionet e tyre të mirë përcaktuara, si dhe një sistem i qartë i rekrutimit të rregullt dhe rregullat e promovimit. Ndoshta gjithashtu duke u bazuar në ato që kishin mësuar në përshekuj përmes kontaktit me qeverisjet kineze, mongole, bizantine dhe të tjera, turqit përmirësuan shumë organizimin e shtetit musliman. Islami ishte vendi tradicional i shtetit Osman dhe ky komunitet musliman përbënte shtetin. Islami krijoi strukturën e autoritetit dhe ofroi principin e bashkimit politik dhe shoqëror dhe frymëzoi besnikërinë tek subjektet. Politika u shikua si komuniteti i muslimanëve dhe kryetari i tij ju përkushtua ruajtjes së besimit musliman dhe zgjerimit të fushës së tij.
Nga një pikpamje fetare, sultani ishte zbatues i sheriatit dhe autoriteti i tij si kryetar shteti nxirrte nga ky fakt. Në teorinë muslimane të qeverisjes, ai ishte i përgjegjshëm për ligjin musliman, ndërsa nën subjektet ishin të përgjegjshëm për të. Çdo qeveri u pasi legjitime vetëm nëse njinte sovranitetin e sheriatit dhe respektonte të drejtat bazike të komunitetit musliman të garantuara nga ai. Turqia Osmane vetë u konsiderua si udhëheqës dhe mbrojtës i të gjithë muslimanëve. Prandaj ishte përgjegjëse për një bashkim musliman më të madh që shtrihet përtej zonave të banuara nga turqit. Në këtë fushë të gjithë muslimanët ishin të barabartë, pavarësisht prej origjinës së tyre. Institucionet e arsimit të sapo ndërtuara dhe shkencëtarët musliman që punonin në to përcollën sigurisht frytet e kulturës islame të lartë në mes të turqëve, të cilët më parë ishin të papunë dhe për më tepër analfabet. Medreseja, shkolla e parë osmane e vendosur në Iznik në vitin 1331, do të ndiqej nga qindra të tjera nëpër perandori. Këtu studentët turq të gjitha fushave u njohën me gjuhën arabe, gjuha e Kuranit dhe përmes saj jo vetëm me shkencat fetare islame, por edhe me thesaret e filozofisë greke dhe persiane, shkencave teorike racionale si matematika dhe shkencat natyrore, shkencat praktike racionale si etika dhe shkencat politike dhe shumë të tjera. Sufit marshuan me ushtritë selxhuke dhe duke ikur nga pushtimi mongol gjetën strehim në gjykatën e udhëheqësve selxhuk. Në të njëjtën kohë, ndikimi i teoristit të madh Mysafir ibn Arabi u rritë rregullisht në rrethinat intelektuale turke. Populariteti i tij ishte i tillë që kur ai vizitonte tokat selxhuke, pritej menderime të mëdha nga sultani vet. Kuptimi politik i sufizmit dëshmon nga fakti që Osmani, themeluesi i dinastisë, martoi vajzën e një dervishi sufist të quajtur Sheh Edeballi. Gjatë gjithë sundimit të tij dhe në të gjitha fushatat e tij ushtarake, ai mësoi mbështetjen më të fortë fetare që sufit ishin në gjendje të ofronin. Një legjend që synonte të nënshtrojë të drejtën hyjnore të osmanëve për të pushtuar dhe sunduar, duke thënë se Shehu Edeballi vet u këshilloi Osmanin dhe parashikoi se pasardhësit e tij do të sundonin botën. Prandaj Osmanit ju dha pushteti i tij, simbolet e pushtetit të tij nga duart e një njeriu të devotshëm, gjë që bëri individi në fjalë një udhëheqës popullor, nën të cilin toka do të lulëzonte, njerëzit do të përfitonin dhe ushtria do të fitonte fitore pas fitore.